Me një intensitet më të madh po punohet në rregullimin e parkut të ri afër xhamisë së Pashës në Tetov, që sipas komunës së Tetovës është një vend i ri për reaksion me pajisje urbane. Ky vend, që është një hapësirë e rëndësishme e qytetit, e cila në të kaluarën nuk është mirëmbajtur, kurse tani punohet për ta kthyer të njëjtën në një hapësirë që do të shfrytëzohet për qytetarët. Fokusi jonë gjithmonë ka qenë edhe në krijimin e hapësirave të reja të gjelbërta. Së fundmi, ndërmarrja publike komunale tek hapësira publike që është në afërsi të xhamisë së larme, ka punuar për krijimin e një parku të ri apo një vend për rekreacion ku qytetarët do të mund ta shfrytëzojnë atë. Në bazë të informatave që kemi, është rrafshuar ai vend, janë pastruar mbeturinat dhe kullosat që ishin dhe besojmë se brenda muajit qershor do të jetë gati ku do të jenë të vendosur edhe pajisjet urbane krahas edhe hapësirës gjelbërt që do të jetë në atë vend. Por edhe për skaj rregullimit të kësaj zone me gjelbrim, Tetova vazhdon të ketë shumë pak hapësira për rekreim për shkak se pjesa më e madhe e hapësirave publike ose janë uzurpuar ose është betonizuar. Dukuri tjetër që e dëmton jetën urbane në Tetov është ndërtimi i objekteve banesore pa parqe, pa kënde për fëmijë dhe pa asnjë gjelbrim. Nga komuna e Tetovës shtojnë më tej se ato pak hapësira që janë uzurpuar dhe që lirohen, shndrohen në parqe ose parkingje. Në bazë të aktiviteteve që kemi pasur edhe me inspektoratin komunal, disa hapësira publike të cilat kanë qenë të uzurpuara si garazhe apo parkinge private të cilat i kanë bërë disa qytetarë të pandërgjegjshëm, edhe në ato pjesë do ndërtohen, domethënë, parqe të reja apo hapësira të gjelbërta për shfrytëzim të banorëve. Kujtojmë se vetëm në disa nga të cilat ne kemi liruar më herët, disa janë bërë si vend parkime të reja, ndërsa me plan kemi edhe disa tjera të bëhen edhe hapësira të gjelbërta. Në ndërkohë, pjesa e parë e shëtitores përgjatë lumit ka filluar të bëhet me mburoja hekuri, por edhe pajisje urbane, por shpesh ndodh që nga qytetarë të pandërgjegjshëm ose mbledhës të hekurit të njëjta të dëmtohen, duke dhënë një imazh të keq për këtë pjesë ndër të rrallet në Tetov që është me gjelbrim. Përveç pastrimit, trotuaret përgjatë lumit do të pajisen edhe me ulse dhe ndriçim për natën.